dhe zotrinj, ju përshëndes nga edicioni informativ, së bashku edhe në këtë edicion do të njemi më gjërësish me zhvillimet e ditës. Do të ndalemi pikërisht e Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara dhe më pas Ambasada Amerikane në Tiranë u bëjnë thirrje qytetarëve amerikanë për vigjilencë si shkak i tensioneve gjeopolitike, por analiza thekson se rajoni është imbuluar nga baza të shumta ushtarake të NATO-s, çka ngre pikpyetje mbi arsyetimin dhe efektivin e mesazheve të tilla, të cilat perceptohen nga disa si të egzageruara. Për më gjërë shënimi redaksional. Që në datën 22 mars 2026, Departamenti i Shtetit lëshon një njoftim zyrtar që i drejtohet qytetarëve amerikan globalisht. Në këtë njoftim kërkohet rritje e vigjilencës për shkak të tensioneve gjeopolitike, veçanërisht në lindjen e mesme dhe theksohet rreziku i mundshëm për interesat amerikane në vende të ndryshme të botës. Në thelb njoftimi nuk përmend vende specifike si objektiva të drejtpërdrejta, po përfshin një thirrje të përgjithshme për kujdes, duke u kërkuar qytetarëve amerikanë të ndjekin udhëzimet e ambasadave dhe konsulatave përkatëse. Në 1 prill 2026, ambasada amerikane në Tiranë me tone të egzageruara dhe urgjente e përsërit më dramatike të njëjtin njoftim, duke rikthyer në vëmendje në një formë që duket sikur është bërë enkas për të hapur panik, fiks para sezonit turistik. Po le t'i futemi me një analizë të thjeshtë. Distanca Teheran-Tiranë është rreth 2800 km dhe përshkon 2 vendet e NATO-s, Greqinë dhe Turqinë. Bazat në Greqi, sipas marrëveshjes së fundit të mbrojtjes MDCA, përfshin 11 pika kyçe ku më të njohurat janë baza detare e Gjirit të Sudës Kret, e vetmja bazë e përhershme dhe superbaza kryesore për flotën e 6 në Mesdhe. Porti i Aleksandropolit, baza ajrore e Larisës, baza ajrore e Stefanovikios, Volos, qendra për stërvitjen dhe operacionet e helikopterëve, baza ajrore e Aktios, Prevez, baza ajrore e Araksos, Pelopones, baza ajrore e Andravides për stërvitjet e përbashkëta ajrore, si dhe kampingu në Aleksandrupol për mbështetje shtesë. Bazat në Turqi janë rreth 11 instalime të integruara në strukturat e NATO-s. Me shumë mundësi të gjitha këto baza janë vende potenciale aktive dhe shumë afër që e demonstrojnë realisht Iranin. Tani mes halleve që ka do ngrihet Iranit i bjerë Shqipërisë, vendi të vogël e të djallëzuar në thonjza, pse ka strehuar një 3000 volhumbur. Kjo duket si një lëvizje boshe ambasadës, apo si një përpjekje për t'i bërë shqiptarët anti-iranian, sepse pavarësisht se çfarë mendon dhe si sillet parlamenti ynë, në thelb shqiptarët nuk miratojnë dhe nuk janë pro asnjë lufte dhe asnjë gjakderdhje në botë. Por me sa duket, i çmenduri i Washingtonit po e transferon çmendurin në të gjithë administratën dhe virusi ka mbritur deri në Tiranë. Dhe poezia e të madhit dritroagollit duhet të ndryshojë. Në vend që të jetë në vendin tim e në vendin tënd një i çmendur të gjithë i çmend, sot duket se duhet jetë në globin tim e në globin tënd një i çmendur të gjithë i çmend. Paralajmërimi i ambasadës amerikane ka qenë kryefjalë në seancën e sotme parlamentare në Kuvend. Për deputetin Erion Braçe nuk duhet përhapur panik, pasi kjo godes sektorin ekonomik të turizmit, e ndërsa për mediat, ministri i mbrojtjes Ermal Nufi tha se njoftimi i ambasadës amerikane në Tiranë është një njoftim i zakonshëm, duke mos patur vend për shqetësim. Seanca e sotme parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë ka nisur me debate sa i përket paralajmërimit të bërë dje nga ambasada amerikane në Tiranë për sulme të mundshme që regjimi iranian mund të ndërmarrë ndaj vendit tonë. Opozita e ka cilësuar si një paralajmërim serioz dhe kërkon mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ndërsa majoranca nga ana tjetër thot një zëri se nuk ka vend për panik dhe aktualisht ndaj Shqipërisë nuk kanoset asnjë rrezik. Deputeti socialist Erion Braçe tha se njoftimi i ambasadës amerikane është çështje që duhet trajtuar në komisionet parlamentare dhe nuk duhet përhapur panik. Kjo godet sektorin ekonomik të turizmit, tha ai, ndërsa vërejti se është një përpjekje që vijon prej muajsh. Ekonomia nuk është një gjë që zhvillohet atje tej, po ka një element shumë të rëndësishëm në të, besimin. Paniku që përhapet në të tilla raste mund godas ekonominë dhe mbi ekonominë mund godas qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Punën e tyre, të ardhurat e tyre dhe gjithçka tjetër që lidhet pikërisht me ekonominë e tyre. Kështu që unë do kërkoja që të ketë përgjegjësi në këtë sallë. Këto nuk janë çështje që diskutohen këtu. Këto janë çështje që diskutohen në komisionet parlamentare. Si të doni, me dyert hapura, me dyert mbyllura, nëse janë klasifikuara, normalisht shkojnë atje dhe konsumohen atje brenda, por edhe atje me vëmendjen e jashtëzakonshme për mos shkaktuar panik me pasoja të rënda ekonomike mbi të ardhurat e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Turizmi
është një degë e ekonomisë që zhvillohet vetëm mbi besimin. Dhe ka një përpjekje shumë të madhe muaj të tërë për ta goditur turizmin. Boll me kaq. Për mediat foli edhe ministri i Mbrojtjes Erman Nufi, i cili tha se njoftimi i ambasadës amerikane në Tiranë është një njoftim i zakonshëm dhe nuk ka vend për shqetësim. Besoj që nuk ka vend për të shqetësuar, besoj që ambasada ka bërë deklaratën e saj përputhje me masat e sigurisë që kanë për qytetarët amerikanë, vend për pas kujdes për sigurinë, patjetër që ka, po kjo është e gjithkohshme. Por më tepër në një kohë kur në botën ndodh një situatë tepër vështirë. Besoj që kërkesa ka shkuar për të gjitha ambasadat e Shtetit Bashkuar në Europë dhe besoj që kjo vetëm që kjo është për gjithë qytetarët amerikanë në të gjithë Europën, nuk është vetëm për Shqipërinë. Nëse ju keni marrë që ka qenë deklaratë vetëm për Republikën e Shqipërisë, patjetër që jo. Nuk është informacioni i saktë. Informacioni i saktë është që ky është një informacion i cili është dhënë për të gjitha ambasadat dhe patjetër edhe për Shqipërinë, sepse Shqipëria ka marrë një qendrim të prerë ndaj një regjimi i cili ka dëmtuar interesat kombëtare shqiptare. Pra ne si qytetarë shqiptar jemi cënuar nga veprimtaria e aktorëve të lidhur me atë shtet dhe që kanë cënuar infrastrukturat tona kritike, pavarësisht se qeveria shqiptare ka marrë çdo mas dhe të gjitha sistemet janë rikthyer, të gjitha sistemet janë funksionale. Sa kaq, njësia antiterrori në Policinë e Shtetit ka intensifikuar planin e masave dhe ka rritur gatishmërinë me kontrolle në terren, pas paralajmërimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fokus të masave janë kryesisht ambasada amerikane, izraelite, kampi Mujahedinëve në Manz, si dhe sheshe hapësira të mëdha publike në vende, ndërsa pritet shtimi i forcave policore në terren. Gjithashtu, strukturat e antiterrorit kanë zhvilluar takime me përfaqësues të ambasadës amerikane dhe asaj izraelite. Më mirë vonë se kur, kështu duke se ka ndodhur me punimet për rehabilitimin e pjesës lidhëse midis lungomare 2 dhe 3. Për qytetarët të cilët e frekuentojnë zonën e ujit të ftohtë, ky projekt i rëndësishëm është i vonuar në kohë, ndërsa jemi në prag edhe të sezonit turistik. Pas shumë muajsh ndërprerje nga nisja fillestare e punimeve, më në fund firma 2T ka rinisur punën për rehabilitimin e pjesës lidhëse mes lungomare 2 dhe 3. Qytetarët e Vlorës, të cilët e frekuentojnë zonën e ujit të ftohtë, thonë se ky është një projekt shumë i rëndësishëm, i cili duhet të realizohej kohë më parë, por sipas tyre kjo pjesë e shëtitores gjithmonë ka qenë e harruar mes amortizimit ndër vite. Për vlonjatët ky është një projekt i vonuar, ku vlerësimet për ritmet e punës nuk janë as pak pozitive. Sipas tyre firma duhet ta mbarojë punën brenda nisjes së sezonit veror, pasi nuk duhet të sjellë pengesa në qarkullim si dhe në sezonin turistik në qytet. Po shikojmë të mos bëjnë një gjë të bukur, po. Si vlerësoni punimin deri më tani, se besoj e frekuenton shpesh. Po deri tani mirë janë këta, se këto po të shikoje këto. Ja këto. Këto ishin të hedhura kështu, tani i kanë sistemuar, e kanë bërë gati. Edhe gjë e bukur do dalë, besoj gjë e bukur do dalë. Po ka qenë, edhe koha ka qenë, nuk ka qenë ka bërë kohë e keqe. Dhe shira gjithas, nuk i ka lënë me të drejtë. Është i domosdoshëm ky projekt për këtë pjesë të drejtë? Po patjetër. Kjo duhet lidhje, se s'bën me këtë. Duhet lidhje. Ishte një zonë si e veçuar, si amortizuar. Edhe e pa shfrytzuar ishte. Ndërsa tani që koqar hapësira është hapur. Do me vjen edhe plazhin, vjen e bën. Gjë bukur është. Që të them, pa parë projektin, po informuar së mund të them gjë. Po, në sens pozitiv, zgjeron rrugën a. Ritmet janë të ngadalta. Duhet përfundoj? Po patjetër para sezonit duhet. E pret? Ke frikshmëri se do të përfundoj para sezonit? Patjetër. Kjo pjesë e shëtitores lungomare 2 prej rreth 4 vitesh ishte lënë në gjendje të amortizuar. Kjo për shkak se ka patur një konflikt mes firmave të cilat kanë realizuar rehabilitimin e shëtitores lungomare 2 dhe lungomare 3. Asnjë prej këtyre firmave deri në nisjen e punimeve nuk e kanë pranuar këtë pjesë si të përfshirë në projektin e tyre, e përpasoj asnjëra prej tyre nuk pranonte ta rehabilitonte. Ujësjellësi i Bashkisë Selenicë se e konsideron debitor dhe të prerin e ujit edhe kur mbi një dekati nuk je në jetë. Kështu ka ndodhur me kryefamiljarin e Ndjer Shenaj në fshatin Gjormë, ndërsa sipas kryeplakut Matatni, problemi i furnizimit me ujë të pishëm në Gjormë është i vjetër dhe i trashëguar.
Bashkëshorti i Divi Shenajt nga i Gjormi ka 15 vjetë që ka ndëruar jetë, por kjo nuk është arsye e mjaftueshme që i silti Bashkisë së Serenisës, drejtuar nga Sokolodaj, të mos ta konsideroj debitor dhe t'i presuin Divis. Unë nuk kam ujtë dha këtu, unë e kam lokal. Vajta 15 vjetë këtu, që më ka dek burri, ata vime më kërkojnë para mua, që kur ka qenë burri, ku e di unë? Le të vend t'ja marrë në ati në varra, kështu u tash, e që ja marrë në ati në varra atje. Unë 15 vjetë, unë jam e regullt me shtetin. Drita uj, këtu në shtëpi, dhe pensionin tim. Nështë unë qarë fa i kam, që të mdonë pa uj, se s'kam, unë jam në shatare. Ju të shoq ka qenë debitor? Po jo, ne i paguajmë, kemi qenë të rregullt, po s'ka patur libreza fare. As internet, s'ka patur as sistem, jemi hidrauliku, nuk e di kush ka qenë. Për atë s'kemi fare, aty që ka gjithë fshati. E falë, unë fola se merdhen këtu ata, dhe u thash nuk u jap para unë për ato. Unë do jap këta 15 vjetë i kam të paguar. Në shi qarë fa i kanë që më kërkojnë parat. Vajta dhe në Selenica atje. Çfarë të thanë? Qarë më thanë, pagova një muaj atje me që vajta, se unë i paguaj aty. Edhe erdha në shtëpi. Po biznesi është në emrin tuaj apo në emrin të bashkëshortit? Lokali, Po. duket se është nëmër të atje. Po faturat aktuale të lokalit paguhen në emër të bashkëshortit? Në emër të atje, në emër tim kam. Çfarë kërkoni konkretisht? Çfarë kërkoj të mbien ujë këtu, çfarë kërkoj, unë asë një, të më japën ujë. Kur ja presin Divis imagjino të tjerëve, thot Andrea Matatni, kryeplaku i fshatit Gjorm, djali i Divis Adhurimi Shehaj, që jeton dhe punon në Angli, ka mbështetur financiarisht riparimin e një sër institucionesh shtetërore këtu në fshat. Sipas kryeplakut Andrea Matatni, problemi i furnizimit me ujë të pishëm në Gjorm është i vjetër dhe i trashëguar. Gati 60% e fshatit furnizohet nga burimi i Boderit, por duke qenë se linja e mesaplikut është prishur, nga linja e Gjormit furnizohet edhe mesapliku. Kam një vërejtje për administratorin e ujëselësit zotin Sokolodaj. Ky është burimi i fshatit tonë, i vetëmi burim që kemi. Ka vite që nuk është bërë as investim, përroj i ka përcen mbi burimin. A këtas duhet t'ja dhënë, nuk kanë as një lloj përgjegjësie për këtë punë fare. Unë kam bërë ankesa si kryeplak disa herë, që të vinë këtu ta shikojnë, të bëjnë një devijim të përrojt, sepse ne po pim ujin e përrojt dhe nuk po pim ujin e burimit. Dhe të vinë të bëjnë një verifikim nga ata të mjedisit që ta shikojmë qa uj po pim, se ndoshta nuk është më i pishëm ky ujë. Nuk e kam vënë ujin zjarr fare, me justifikime nga më ndryshme, nuk vinë, po se ta siç po shikoni është bllokuar komplet. Tani koha është e thatë, po këtu kur bie shi, këtu ne pim ujin e përrojt. Ju keni pasur disa probleme me ujësjellsin kohët e fundit. Po, patjetër. Po, kemi patur për... raportuar është dhe problemi i ndërprerjes së ujit për shkak se qytetarët nuk kanë paguar, nuk kanë bërë pagesa. Po këto vinë sepse këta kur ne bëjmë shumë ankesa, sepse këta s'janë rregull, një në ratë parë, se kur bëjmë shumë ankesa këta lodhen, mërziten nga ankesa dhe qa bëjmë pastaj nxjerrën, shfletojnë arkivat e vjetra, ku diu nga i gjejnë dhe nxjerrën ca debito, je debitor, thot ti, përcaktojnë këta, këton, siç duan këta. Pra, debitor është i gjithë fshati Gjorm apo njerëz saktuar në fshatin Gjorm? Varet nga këta, gjithë fshati Gjorm është debitor i gjithë. Po këta pastaj caktojnë sipas dëshirave të tyre. Në këtë moment që ne po flasim, është ndërprer ujë në të gjithë fshatin apo kemi raste që ujë është ndërprer dhe raste kur nuk është ndërprer? Në këtë moment ujë ka ardhur mbas asaj protestës vogël që bëm ne para disa kohësh, erdhi ujë thjesht 10 ditë dhe pastaj u ndërprer. Sasia e ujit se duket nuk kishte më. Ku e kanë çuar e din këta? Pati ndërprerje të vendeve të caktuara te një lokal te ajo zonja Divi Shena janë ndërprer ujin, duke i kërkuar lekët e burrit, ai ka 20 vjet që ka ndruar jetë. Ajo është zonjë e nderuar, paguan, është e rregullt, korrekte dhe burri i saj nuk kam dyshim që nuk ka paguar. Do të thonë, edhe ai ka qenë pagues i rregullt. Nuk e di nga i nxjerrin këto. I vetmi burim që është vetëm ky, furnizon një pjesë të fshatit. Kemi dhe fshatrat e tjera, është me sapliku, po në një mbledhje të buxhetit që kemi bërë me kryetarin e bashkisë Nertil Bellaj. Ndërkohë problematika e menaxhimit të atij pak uji që vjen ka prishur dhe harmoninë sociale në fshat.
Sipas kryeplakut, administratori i ndërmarrjes, Sokol Hodaj, vendos në mënyrë arbitrare kujt t'i vi apo kujt t'i pritet ujë në fshat, duke shpallur debitor ata që do ai, e duke privilegjuar të tjerë. Në rast se ka debitor, është i gjithë fshati debitor, por para se të kërkosh para dhe të shpallësh armiq, duhet të ofrosh shërbimin dhe furnizimin me ujë të pishëm, e kjo që nuk ndodh. Vijojmë të tjera, zhvillime në ditën e 2 të festivalit të gazetarisë Pyet, u diskutua edhe çështja e dezinformimit, ku i pranishëm ishte edhe deputeti socialist Erion Braçe. Duke folur për sigurinë juridike, Braçe tha se kushdo duhet të ndihet i mbrojtur, ndërsa shtoi se mënyra se si nganjëherë veprojnë institucionet kthehet në abuzim të plotë. Në ditën e 2 të festivalit të gazetarisë Pyet u diskutua dhe çështja e desinformimit, ku i pranishëm ishte edhe deputeti socialist Erion Braçe. Duke marrë fjalën pas Aldorninit të Akromax, Braçe tha fillimisht se nëse do flisja kaq troç se Aldori, në këtë vend do bëhej nami. Duke folur për sigurinë juridike, Braçe tha se kushdo duhet të ndihet i mbrojtur, ndërsa shtoi se mënyra se si nganjëherë veprojnë institucionet kthehet në abuzim të plotë. Më tej Braçe u shpreh se çështjen e desinformimit duhet ta rregullojë shteti, teksa shtoi problematikat. Gjëja e parë që duhet të them është po të flas unë me gjuhën që foli Adlori, në këtë vend bëhet nami. Po fol. Dhe nuk ndodh. Ke hapësirën që të flasësh, ti ngrem shqetësimet, kështu që. Një sekond. Hajde ti zgjidhim, të marrim masa konkret. Një sekond. Çështja e sigurisë juridike për cilin flet Aldori është shumë e drejtë. Normalisht gjithkush duhet ndjehet i sigurt dhe i mbrojtur nga institucionet. Por në krahun tjetër, mënyra se si institucionet veprojnë, nganjëherë kthehet në abuzim të plotë. Të vendosësh sot kufizime për një lajm nga një redaksi mediatike, televizive ose jo, është shkruar e kështu me radhë online, e të më radhë është e pamundur në këtë vend. Ta themi siç është. Patjetër, në lajm reagimi që vjen. Por problemi që ndron që ne nuk dim kujt i referohemi kur një portal anonim shkruan diçka që na dëmton. Një çështje që është shumë e rëndësishme, ka një gamë shumë të gjerë. Nuk është vetëm desinformimi. Brenda strategjisë kemi listuar disa aspekte të keqinformimit apo të informimit që shkakton dëm. Duke nisur nga desinformimi dhe keqinformimi dhe në fund fare edhe me propagandën. Për të adresuar këto problematika kryesisht me ndërhyrje të huaja, ndërsa brenda vendit me ndërhyrje politike. Çështja e transparencës dhe çështja e përgjigjes së institucioneve qeveritare është kthyer në një problem shumë të madh, jo vetëm për qytetarët, por dhe vetë institucionet ku vendin dhe deputetët, tha deputeti Braçe. Periudha e dimrit, por edhe kalimi i drejt pranverës, është shoqëruar me ngarkesë të shtuar pacientësh në qendrën shëndetësore të Novoselës, sipas mjekut Arben Xhuveli, i cili thekson dhe domosdoshmërinë e vaksinimit të popullatës ndaj virusit të gripit. Periudha e dimrit, por dhe kalimi drejt pranverës, është shoqëruar me një ngarkesë të shtuar pacientësh në qendrën shëndetësore të Novoselës, sipas mjekut Arben Xhuveli, ku sipas tij kanë qarkulluar forma të ndryshme të gripit, nga më të lehtat deri tek rastet më të rënduara, por pasjell probleme të veçanta apo situata shqetësuese për shëndetin publik. Gjatë periudhës kryesisht nëntor, dhjetor, janar, shkurt, edhe fillimi i muajit mars, ishim gjatë sezonit të gripit, stinori, i cili thënë drejtën vazhdon ende me raste më pak, po gjithsesi jemi në këto situatë. Kaloi me një ngarkesë në momente të caktuara edhe të rritur, me më shumë numër të rritur rastesh, me forma më të lehta dhe forma më të rënda, forma të hospitalizuara në fundi si çdo vit, si çdo gjendje gripale. Mendoj se e përballua mirë dhe mund të themi që ishte e kaluar në mënyrë suksesshme pa problematika të veçanta. Xhuveli ndalet dhe tek rëndësia e vaksinimit kundër gripit, duke cilësuar atë si një nga mjetet kryesore parandaluese, veçanërisht për moshat e treta dhe personat që vuajnë nga sëmundje kronike. Mjeku thekson se një grip i zgjatur mund të ndikojë negativisht në gjendjen shëndetësore të këtyre kategorive, ndërsa shton se fushata e vaksinimit ka qenë e suksesshme. Megjithatë, ai apelon që qytetarët të tregojnë të kujdesshëm dhe të vaksinohen në kohë. Gripi ka punën e tij dhe njeriu normalisht mjekësia ka punë e saj. Gripi ne nuk e ndalojmë dot, por ne mund të vaksinohemi. Dhe vaksinimi edhe duke parë situatën si vjet, tregoj që vaksinimi është një mjeti kryesor që kemi në kundër gripit stinor,
Kur flas për vaksinimin, flas kryesisht për moshat e treta, të sëmurë kronik, por çdo njeri që ka kryesisht dhe profesionistë që kanë punë të tilla që jetojnë në ambiente ku mund të kontaminohen shpejt apo që një gjendje gripale zgjatur mund t'i lërë dhe mund të ndërpresë procesin e punës ose të krijojë një lodhje të gjatë pa llogaritur efektet asore që jep gjendja gripale. Ndaj vaksinimi është shumë i rëndësishëm, për mendimin tim është arma kryesore kundër gripit. Duke qenë se ZUMG ne si vjet kishim dhe fushan e vaksinimit të gripit sinor si çdo vit dhe që një vaksinim mund të themi i suksesshëm me arritëm ndoshta edhe të i kaluar atë objektivin e vendosur nga njësia vendore e kryesisht shëndetësor dhe ja jemi në këto, megjithatë ka gjithmonë vend për përmirësim, por unë vazhdoj këmbgul për vaksinin e gripit sinor. Vaksinën kundër gripit sinor është një zgjidhje e mirë. Edhe pse jemi në stinën e pranverës, mjeku Xhuveli nënvizon se virozat sezonale vijojnë të jenë prezente të shoqëruara shpesh edhe me alergjit tipike të kësaj periudhe. Për këtë arsye, ai këshillon qytetarët të mos neglizhojnë simptomat dhe të kërkojnë ndihmën e mjekut për trajtimin e duhur. Ne jemi në muajin prill tani, jemi zyrtarisht në pranverë, por janë të dyja, mund të themi, se edhe koha, si që shkon me këto lëkundjet e temperaturave, njeriu është më vulnerabël, më i dobët të themi, rezistencë e njeriu bie në këto lëvizjet e temperaturave, dhe kemi virozat e stinës tani, në një rast të shkëputur të gripit, kemi virozat e stinës, po janë dhe alergjit, të cilat ja tani duke umbro koha me qeljen e luleve dhe të bimësis, me rritjen e përqindjes së polenit në ajër dhe përqindjes dhe të shumëllojshmërisë së poleneve. Se janë të gjitha bimët që qelin njerëz, atëherë i kemi dhe alergjit stinore patjetër, të cilat pasaj kanë ato mënyrën e tyre se si duhet të veprojmë. Është me qënëse zonë alergjit edhe me që se jemi dhe tani në ashu, është diçka që shumë njerëz se në vleftësojnë rëndësinë e një gjendje alergjike. Mirë është që gjendjet alergjike të vlerësohen nga mjeku, të vlerësohen nga një profesionist i shëndetit. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i punës së qendrës shëndetësore është shërbimi i kontrollit në banesë, pjesë e një projekti të qeverisë shqiptare. Ky shërbim fokusohet kryesisht tek një grup pacientësh që kanë vështirësi për të lëvizur, duke u ofruar kujdes të vazhdueshëm shëndetësor. Është projekti që ka disa vite që ka filluar, ka 2 vjet që ka filluar ky projekti KSHB, që është kontrolli shëndetësor në banesë, i cili është një projekt i qeverisë shqiptare, Ministrisë Shëndetësisë të themi, i cili ka të rregullat e saj, ka mënyrën të trajnuar dhe kemi dhe dokumentacionin për katës, apo bazë ligjore ku mbështetemi atë, bazohet kryesisht në shërbimin ndaj disa grup pacientësh të cilët kanë pamundësi ose vështirësi të madhe të themi për të ardhur në paraqitur qendrën shëndetësore. Është në vazhdim, është proces i përditshëm pune, ky kontrolli shëndetësor në banesë dhe ne pothuajse çdo ditë kemi një dikë që duhet të vejë mjeku ose infermieri, kryesisht infermieri, dhe mjeku pasaj kur gjykohet e nevojshme. Ne jemi, si shtash me se po diskutojmë, madje dhe tani jemi në përgatitje dhe për një trajnim të ri që do bëjmë në lidhje me këtë temë. Trajnimet bëhen në monitorimin e një shoqate të shëndetit, është projekti HAP quhet, është një projekt të Zvicerani, qeverisë Zvicerane, i cili ka shumë vite, ka 10 vite që asiston qendra shëndetësore. Ka qenë në disa zona të Shqipërisë, tani është edhe këtu te neve në Vlorë në 2-3 qendra shëndetësore, të cilat i asiston qendra shëndetësore dhe Ministrinë e Shëndetësisë në këtë projekt. Dhe ne jemi tani duke organizuar një trajnim që do flasim për këto problematika me njëri tjetrin. Kështu për bluzat e bardha të qendrës shëndetësore në Vosel, tashmë kontrolli shëndetësor në banesë është një proces i përditshëm pune, që synon të përmirësojë cilësinë e shërbimit dhe të jetë më pranë nevojave të pacientëve.
Sot në ditën botërore të ndërgjegjësimit për autizmin, qeveria shqiptare ka prezantuar planin kombëtar të veprimit për personat me aftësi të kufizuara për vitet 2026-2030, ku pritet të dyfishohet pagesa mujore për 11.000 fëmijë me aftësi të kufizuara, si dhe për herë të parë do të njihen sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për rreth 14.000 kujdestarë dhe ndihmësit e tyre. Në ditën botërore të autizmit, qeveria shqiptare ka vendosur të dyfishojë pagesën mujore për 11.000 fëmijë me aftësi ndryshe, si dhe njohjen e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për rreth 14.000 kujdestarët dhe ndihmësit e tyre. Gjatë aktivitetit pak art në pedonale në Berat, Ministria e Shëndetësisë Evish Sala theksoi se kjo kategori do të marrë shërbime më të specializuara dhe do të ketë njëherët kujdes të posaçëm. Ndërsa flitet për paketën mbështetëse për dyfishimin e pagesës financiare për rreth 11.000 fëmijë me aftësi të kufizuar, përfshir fëmijët me spektër autizmi, fëmijët e verbër, tetraplegjik dhe fëmijët me sindromën Down. Qeveria ka ndërmarrë gjithashtu iniciativën së pari për të dyfishuar pagesën mujore për fëmijët me aftësi të kufizuar deri në 18 vjeç. Nga ana tjetër, ka njohur kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për mbi 14.000 kujdestar, të cilët ofrojnë kujdes. Nuk janë vetëm prindër, janë dhe persona që kanë në kujdes fëmijë apo persona me aftësi të kufizuar, të cilët ja dedikojnë jetën e tyre shërbimit dhe kujdesjes për këta persona. Në qendrën e shërbimeve komunitare për fëmijët me aftësi të kufizuara në Vlorë çdo ditë marrin një sër shërbimesh fëmijët me aftësi ndryshe, mes të cilëve dhe ata që kanë çrregullime të spektrit autik. Por drejtoria e qendrës Entela Selami apelon për rëndësinë që prindrit duhet të japin trajtimit me ndihmë të specializuar fëmijëve të tyre që në fazat fillestare. 2 prilli është dita botërore e ndërgjegjësimit për autizmin. Qyteti i Vlorës prej vitesh ka një qendër të shërbimeve komunitare për fëmijët me aftësi të kufizuara. Entela Selami, drejtuese e kësaj qendre, thotë se në të marrin çdo ditë një sër shërbimesh fëmijët me aftësi ndryshe, mes të cilëve edhe ata të cilët kanë çrregullime të spektrit autik. Selami thotë se këto shërbime ofrojnë falas. Sipas saj, është tepër e rëndësishme që prindrit i trajtojnë fëmijët me ndihmë të specializuar që në fazat e hershme të çrregullimeve, pasi kjo gjë sjell tek ata përmirësim të ndjeshëm. Ajo thekson edhe faktin që fëmijët të cilët referohen në këtë qendër marrin shërbime nga një staf i kualifikuar për fëmijët me aftësi ndryshe apo aftësi të kufizuara. Qendra jon ofron një sër shërbimesh për fëmijët me autizëm. Ofron logopedi, terapi zhvillimi, fizioterapi, mbështetje shkollore dhe terapi okupacionale. Këto janë një sër terapisht të cilat ndikojnë në zhvillimin dhe në përmirësimin e jetesës së fëmijëve me autizëm. Shërbimet që marrin në qendër janë pa pagesë. Sistemin e referimit për të marrë këtë shërbim, punonjëse sociale tregon her pas here prindërve të cilët janë nevojtarë dhe vinë për të marrë shërbimet këtu. Shërbimet marren nga specialistë të cilët janë të kualifikuar dhe një zë të veçantë i japim ndërhyrjes së hershme, e cila është shumë e rëndësishme për zhvillimin e fëmijëve. Të gjithë fëmijët janë unik dhe duhen pranuar ashtu siç janë. Në qendrën e shërbimeve komunitare për fëmijët me aftësi të kufizuara marrin shërbim 63 fëmijë, ku 70% e tyre janë me spektrin autik. Kjo qendër është e hapur nga e hëna në të premten, nga ora 8 deri në orën 16 dhe shërbimet janë falas. Grup mosha me spektrin autik që merr shërbime është nga 3 deri në 17 vjeç, ndërsa grup mosha e fëmijëve apo personave me aftësi të kufizuara që marrin shërbime është nga mosha 2 vjeç deri në 21 vjeç. Fëmijët të cilët trajtohen në këtë qendër vinë aty me një diagnozë nga mjekët specialist. Edhe në qendrën e fëmijëve me aftësi ndryshe Horizont në Fier, nga viti në vit rastet shtohen. Sipas drejtorit të kësaj qendre, Henri Lulaj, aktualisht është ulur në 3 vjeç mosha e trajtimit të fëmijëve me aftësi ndryshe, çka ka ndikuar ndjeshëm në përmirësimin e problematikave të tyre. Në ditën botërore të autizmit në mbar botën, shqetësim madhor mbetet rritja e rasteve të fëmijëve të diagnostifikuar me çrregullime të spektrit autik. Edhe në qendrën e fëmijëve me aftësi ndryshe Horizont në Fier, nga viti në vit rastet shtohen. Sipas drejtorit të kësaj qendre, Henri Lulaj, aktualisht numri i fëmijëve autik që trajtohen është 35, ku nga 12 raste të reja, 5 janë me spektrin autik. Në qendrën Horizont ne aktualisht trajtojmë 94 fëmijë, ndër të cilët 35 janë me çrregullime të spektrit të autizmit. Vetëm këtë vit 2026 ne kemi 12 raste të reja, ndër të cilët 5 janë në spektrin e autizmit.
Prej 2 vitesh në qendrën Horizont është ulur në 3 vjeç mosha e trajtimit të fëmijëve me aftësi ndryshe, çka ka ndikuar ndjeshëm në përmirësimin e problematikave të tyre. Gjithashtu, nismën e fundit të qeverisë për njohjen si vite pune të kujdestarëve të personave me aftësi të kufizuar, Lulej e cilëson si tepër pozitive pasi prindërit e kanë të pamundur të punojnë, të detyruar të shërbejnë atyre. Së fundmi kemi dëgjuar gjithashtu një nismë që qeveria po ndërmerr për trajtimin e prindërve kujdestar të fëmijëve me aftësi ndryshe që të njihen vitet e punës. Është një nismë shumë e domosdoshme, pasi të gjithë jemi të vetëdijshëm që prindrit e këtyre fëmijëve janë të detyruar shumica që të mos punojnë dhe të ju shërbejnë këtyre fëmijëve. Ndërkohë, përpos mesazhit për prindërit, apeli i kreut të kësaj qendre është edhe për gjithë shoqërinë, e cila për fat të keq ndaj kategorisë së fëmijëve me aftësi ndryshe është bullizuese. Ai ka bërë thirrje për pranim dhe mbështetje në mënyrë që këta fëmijë të mund të japin më të mirën e tyre. Një apel që doja t'i bëja prindërve të fëmijëve në momentin që ata vërejnë një çrregullim, një mos interes të fëmijëve të tyre që në moshën të jashtme apo shprehi të dobta komunikuese dhe ndërvepruese, është të paraqiten prapë specialistit përkatës në mënyrë që ai të bëjë vlerësimin, evidentimin dhe më vonë trajtimin e këtyre fëmijëve dhe këtij spektri. Gjithashtu një apel që doja t'i bëja shoqërisë shqiptare sidomos është pranimi i fëmijëve me aftësi ndryshe dhe sidomos spektrit të autizmit, mos bullizimi i tyre dhe pse jo integrimi në shoqëri dhe në jetën sociale të përditshme. Shkrimtarja Anila Toto në ditën ndërkombëtare të librit për fëmijë ka qenë këtë të njëjtën në bibliotekën Shefqet Musaraj në bashkëbisedim me fëmijë, ndërsa është çelur dhe ekspozita me librat më të mirë të shkruar për fëmijë. Në ditën ndërkombëtare të librit për fëmijë në bibliotekën Shefqet Musaraj në Vlorë, është çelur një ekspozitë me librat më të mirë të shkruar për fëmijë, me të cilët janë prezantuar nxënësit e klasave fillore. Gjithashtu, si pjesë e kësaj dite është organizuar edhe një takim bashkëbisedimi mes fëmijëve, shkrimtares Anila Toto, por edhe stafi drejtues të bibliotekës. Iltana Koleka, drejtuese e bibliotekës Shefqet Musaraj në Vlorë, duke treguar një pjesë të historisë se si kjo ditë u shpall dita botërore e librave për fëmijë, tregon se ka për qëllim afrimin e fëmijëve drejt librit, por gjithashtu edhe bashkimin e botëve, kulturave dhe traditave. Sipas Kolekës, aktivitetet të tilla kanë për qëllim nxitjen e fantazisë dhe krijimtarisë tek fëmijët. Është dita ndërkombëtare e librit për fëmijë, e shpallur në vitin 1967 nga një rjet i madh letrarësh dhe sidomos të letërsisë për fëmijë që është bordi ndërkombëtar i librit për fëmijë. Idea është hedhur nga Gjermania Jela Lepman në vitin 1967, jo vetëm për të ruajtur letërsin për fëmijë, por qëllimi kryesor është të lidh kulturat e popujve, të lidh fëmijët e të gjithë popujve në të gjithë botën, duke qenë se ka që prej luftës së parë botërore, po dhe në më përpara flasim shumë herët, dhe se Jela Lepman vjen nga lufta e dytë botërore, ajo kërkon një paqe. Kërkon një paqe dhe kërkon ta bëjë nëpërmjet letërsisë për fëmijë, nëpërmjet librit për fëmijë, nëpërmjet nxitjes së imagjinatës dhe paqes së fëmijës. Që i cili po të rritet me paqe, me imagjinat, me libër për fëmijë, me libër cilësor, atëherë do të ngrihet një qytetari kulturuar, do të ngrihet një qytetari qetë dhe nuk do të kemi as luftra, ndoshta, dhe as gjykime dhe paragjykime, siç ishte Andersen në konflikt me veten e tij. Prandaj quhet dhe babai i prallave moderne, se jo vetëm që ka bërë prallat nga më të bukurat që ekzistojnë dhe sot e kësaj dite dhe më cilësoret, por edhe ka shprehur të gjithë botën e brendshme të tij nëpërmjet ndryshimeve dhe metamorfozës që ka hedhur ato pralla. Jo vetëm si shkrimtare, por edhe si mësuese përgjatë bashkëbisedimit, Anila Toto thotë se çdo ditë përpiqet të edukojë fëmijët drejt librit. Sipas Totos, kush i do librat nesër do të jetë një njeri më i mirë dhe do të trashëgojë dashurinë për letërsinë ndërbreza. Historia e librit filloi me tregimet gojore të cilat transmetoheshin nga brezi në brez, nga prallat, nga mitet, nga legjenda dhe fëmijët i kanë lexuar apo jo fëmijë. Ai kemi bërë këto.
Dhe pastaj ne kemi prallat e Zopit të cilat na shoqërojnë dhe ne të rriturve në çdo çast të jetës, atë fëmijën apo dhe të rriturin brenda nesh, i cili ka nevojë qoftë për një mendim, për ndihmën, për elemente të bukura artistike që gjejmë brenda tyre. Përpiqem çdo ditë të edukoj fëmijët dhe nxënësit e mi me dashurinë për librin, për leximin, për shkrimin e bukur shkrimin, që ata kur të rriten të duan të shkruajnë, që ata kur të rriten ta ndjejnë atë që janë duke bërë. Atë që ndjejnë në jetë, ta hedhin në letër, ti thonë dhe brezave që do vinë më pas, çfarë kanë jetuar dhe si përjetohet ajo. Autorët më të mëdhenj në kohë na kanë dhënë mesazhe shumë të forta, të cilat ne përpiqemi t'ia u transmetojmë fëmijëve, por me evolucionin e jetës ne shikojmë se bota po ndryshon, kështu që do kërkohet nesër nga këta fëmijë të shkruajnë një libër që do të mbetet në historinë e tyre. Vajza që kemi këtu shpesh herë krijon tekste shumë të bukura dhe unë kam menduar se në të ardhmen ajo do të bëhet një fëmijë që do të shkruajë. Në klasën do kemi disa fëmijë të cilët shkruajnë, por dhe lexojnë dhe shkruajnë në mënyrë paralel. Ne flasim për librin me dashuri sepse është miku ynë i heshtur, miku ynë prej letra që na bën sa do të vegjël të jemi, të jetojmë një aventurë të bukur. Ndoshta nuk kemi mundësi për të jetuar të gjitha, po ne mund të ndërojmë brenda tij. Ne mund të jetojmë brenda tij dhe të gjejmë veten aty ku ndihemi më mirë. Njëkohësisht na qetëson botën psikologjike, elementet shoqërore, dashurinë për prindrit, na edukon gjuhën e bukur, na nxit të flasim më bukur me shprehi, të përdori një fjalor më të mirë, mendimin, idet dhe gjithë jetën e tyre. Për aktivitetin nuk mund të mungonin edhe recitime nga vetë nxënësit e shkollave. Unë kam lindur në një rrezë drite, prandaj shpesher shihni se shkëlqej. Mos u merakosni nëse të kurem e venitem, kam bërthamën e brenda ndrisi diell. Unë kam lindur në një mali, aty ku ulen, ngren folen shqiponjat. Rokullisem e më rëzon acari, por më ngren lart e më lart zotat. Për hir të fëmijës një kub verë të mbys gëzim e mallkim pa gjak. Për hir të fëmijës një plag në zemër. Për hir të fëmijës një sedër, plag. Për hir të fëmijës vetes lufti hap. Merr pak zë nga zëri im, këngën tënde të këndosh. Merr pak forcë nga shpirti im, ëndrrën tënde ta jetosh. Sa shumë dashuri, mes lotësh fshen nga ata sy. Merri krahët e mi, të fluturojmë të dy. Sa shumë mirësi, nga shpirti ynë buron. Jeta merr kuptim kur ke një dorë që të shtrëngon për gjithmonë. Dita botërore e librit për fëmijë është shpallur edhe në nder të Hans Christian Andersen, i emërtuar edhe si babai për rrallave moderne. Vjoj me rendin, policia njofton se gjatë 24 orëve në kuadër të goditjeve kundër krimeve ndaj pronës janë arrestuar 3 shtetas për vjedhje të ndodhura në Vlorë dhe Sarandë. Në vim të punës për zbardhjen e rasteve të vjedhjeve dhe si rezultati veprimeve intensive hetimore, shërbimet e policisë kanë bërë të mundur identifikimin dhe arrestimin e 3 shtetasve të dyshuar për vepra penale kundër pronës. Në lidhje me një rast vjedhjeje me dhunë, të ndodhur në datën 30/3/2026, rreth orëve të mbrëmjes në lagjen 1 Maj në qytetin e Vlorës, u arrestuan 2 autorët e dyshuar, të cilët i kanë vjedhur me dhunë portofolin me një shumë parash, shtetases JK 39 vjeçe banuese në Vlorë. Shtetasit arrestuar janë BT 18 vjeç, një 16 vjeçar, të 2 banues në Vlorë. Gjatë kontrollit ndaj tyre, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Vlorës gjetën dhe sekuestruan shumën monetare të vjedhur në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë Vlorë për veprën penale vjedhja me dhunë e kryer në bashkëpunim. Gjithashtu, më datë 30/3/2026, rreth orëve të pasdites në qytetin e Sarandës, një shtetas ka vjedhur nga automjeti shtetasit LT një çantore me sende personale. Falë reagimit të shpejtë dhe punës së mirë organizuar të policisë, u bë mundur arrestimi në flagrancë autorit të dyshuar në Ç 66 vjeç banues në Sarandë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë Sarandë për veprën penale vjedhja. Gjithçka e përgatitur për këtë edicion, ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.